Len, kjo domatja e gjelbërt. Që alëshej pa kamerës vendin me më pa. Kjo domata e gjelbërt, çfarë vlera ushqyse ka? Si krejt perimet përmban sasi të lartë fibrave, likopinjen në krahasim me domatën e kuqe ka në sasi më të vogël. Okej. Amo përmban edhe minerale që janë shumë të rëndësishme. Më thonë preferohet mu gatu, mu përdor për shembull edhe e gjelbërt. Tregon përveç si turshi që e përdorim shumë domatën e gjelbërt. A ka një recetë tjetër që e kështë rekomandu që është e shpejt për naj drek me domatë të gjelbërt? Kryesisht kombinim me krejt perimet, për shembull kur i bojmë navull ose vetëm pak në vaj, preferohet me marrë edhe me shtu edhe domatën e gjelbërt. Me qep, me spec, me karrot, me kungullesh. Njëjtën kohë edhe jep shije, po edhe vlerat ushqyese që i ka fibrat ndikojnë që mi avrit edhe vlerën.